Kriminali shqiptar mbulon vajzat me para dhe tallet me Ministrinë e Brendshme dhe Telegraf nuk i ndahet Dorian Pukës, jetë luksoze teksa kërkon azil. I riu shqiptar Dorian Puka ka trazuar sërish mediat angleze me stilin e tij të jetesës luksoze që vetë e reklamon në rrjetet e tij sociale, të cilat janë publike dhe mund të aksesohen nga kushdo. Prestigjozja dhe Telegraf ka shkruar sërish për të, duke thënë ndër të tjera se ai po tallet me autoritetet angleze të cilat nuk arrin dot ta ekstradojnë ndërsa ka kërkuar azil, tregon jetën që bën dhe se si në klubet e natës i mbulon vajzat me para. Por duket se këto shkrime nuk e shqetësojnë as pak të riun shqiptar i cili këtë të premte ka postuar një video në Instagram ku shfaqet duke shëtitur me makinën e tij luksoze duke shijuar muzikë shqip. I riu nga Lezhë rezulton i dënuar 2 herë për grabitje shtëpish në Angli. I dëbuar 2 herë prej këtij shteti, por sërish ka hyrë 2 herë ilegalisht në shtetin ishull duke sfiduar ligjin. Ja çfarë shkruan The Telegraph dhe e cila vetëm muaj të fundit ka shkruar më shumë se 4 herë për të. Një hajdut shqiptar që lufton kundër deportimit ka përdorur mediat sociale për të treguar një mbrëmje të kaluar në një klub nate gjatë së cilës ai mbulon vajzat me para. Dorian Puka, 31 vjeç, është burgosur dhe deportuar 2 herë për vjedhje me dhunë përpara se të kthehej fshehurazi në Britani, ku e ka kaluar vitin që lan pas duke tallur Ministrinë e Brendshme me video në TikTok të stilit të tij luksoz të jetesës. Ministria e Brendshme ka pranuar se është e pafuqishme ta largojë përsëri Pukën, ndërsa kërkesa e tij për azil të jetë shqyrtuar plotësisht. Por ka paralajmëruar se kriminalët e huaj nuk duhet të kenë asnjë dyshim për zbatimin e ligjit. Në videon e tij të fundit ai është filmuar duke shijuar një natë luksoze në klubin e natës në London Ring, në një klub luksoz natë të mërkurën në mbrëmje. Kjo vjen vetëm një javë pasi ai u fotografua duke shijuar shampanjë në një seksion VIP me valltar burlesk në klubin Cirque Le Soleil në Mayfair. Festa e kësaj jave përfshinte qindra pound kartmonedha, të cilat u hodhën në ajër, ndërsa vajzat sillnin shishe shampanje të shtrenjtë me fishek zjarr në tavolinën e tij. Klubi, përshkruar si një botë luksoze dhe shkëlqim sensual, është i njohur për personazhet e famshëm. Puka postoi video në TikTok ku më parë kishte shfaqur prova të pasurisë së tij duke përfshirë një Lamborghini në vlerën e 190.000 pound dhe 6 orët e tij Rolex me vlerën e 162.500 pound. Një burim imigracioni tha: "Është e turpshme të shikosh një kriminal me karrierë i cili ndodhet ilegalisht në Britani të jetojë këtë stil jetese si personazh i famshëm. Të shohësh kartmonedha me vlerë qindra pound të hedhura në ajër në shenjë feste është e neveritshme. Miliona britanik punojnë shumë për një jetesë të ndershme dhe nuk mund ta përballojnë dot diçka të tillë." Ka kaluar më shumë se një vit që kur Puka postoi videon e tij të parë duke udhëtuar me një Ferrari të kuq. Kjo video u pasua me njërë nga një foto e postuar në rrjetet sociale në cilën ai tallte Nigel Farage. Pasi ai e përshkroi atë si një njeri të gabuar që duhet të deportohet, Puka ju kundërpërgjigj me një foto të tij së bashku me një imazh të modifikuar në Photoshop të Farage, duke i përdolli fotografit që po bënte foto. Ai gjithashtu postoi një video të tij në timon të Ferrarit me kritikat e Farage që dëgjoheshin në sfond. Ai u burgos fillimisht për 9 muaj në vitin 2016 dhe u deportua vitin pasardhës në përpjekje për të hyrë me forcë në një pronë. Pronarja kishte parë në një kamerë interneti ndërsa ishte me pushime në Francë. Brenda një viti ai arriti të shmangej kontrolleve kufitare dhe të kthehej në Mbretërinë e Bashkuar duke kryer një sërvjedhjesh në periferitë e Londrës. Puka u ka përfundimisht nga oficer të veshur civil që patrullonin Surbiton në jug-perëndim të kryeqytetit. Ai mbante një orë të shtrenjtë që kishte vjedhur. Ai u burgos për 3 vjet e gjysmë dhe më pas u deportua në mars të vitit 2020. Gjatë gjithë kësaj kohe që kaloi në një burg në Mbretërinë e Bashkuar, ai fitoi famë të keqe për përdorimin e një telefoni celular të futur ilegalisht në burg për të postuar fotot vetes në Instagram. Ai pozoi krah udhëheqësit të një grupi të krimit të organizuar i cili po vuante një dënim me 12 vite për furnizim me kokainë dhe pastrim parash. Pasi u kthye në Shqipëri për disa muaj, ai udhtoi nëpër Gjermani, Belgjik dhe Holland përpara se të kalonte kontrollet kufitare për të hyrë sërish në Britani
në dhjetor të vitit 2020, sipas llogarisë së tij në Instagram. Llogaria e tij në rrjetet sociale përfshin gjithashtu imazhe me makina të tjera luksoze, duke përfshirë një Porsche Cayenne, një Mercedes G-Wagon, një Bentley Bentayga, një BMW X5, një Mercedes AMG dhe një Jaguar ZF. Dorian Puka shfaqet duke mbajtur në dorë një Rolex Detaius të personalizuar me vlerën e 13.500 pound plotësisht të mbuluar me diamante. Burimet e tij të financimit të mbeten të panjohura, por raportet shqiptare sugjerojnë se ai ka qëndruar në një apartament me 2 dhoma gjumi me vlerë 250.000 pound në perëndim të Londrës. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme tha kjo qeveri nuk do të lejojë që kriminalët e huaj dhe migrantët e palishëm të shfrytëzojnë ligjet tona, prandaj po referojmë ligjet e të drejtave të njeriut dhe po zëvendësojmë sistemin e prishur të apelimit duke na lejuar të rrisim deportimet.